Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falenderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahu Gjalla Shanuhu. Salatat dhe salamet qofshin bi Muhammedin a.s. bi familjen e tij, shokët e tij, edhe mbi të gjitha ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Xhamatlit nderuam, vëllezër musliman, sonte do të flasim për historinë e Luqman Hakimit dhe mësimet që nxirren prej saj. Rreth Luqman Hakimit është folur pak në historinë islame, mirë po Luqman Hakimi ka folur shumë. Sipas shpjegimeve të shumta të dietarëve, Luqman Hakimi ishte një sklav apo një rob. Ai ishte një njeri me ngjyrë, por që të gjithë e njinin për urtësinë e tij dhe të gjithë vinin e pyesnin për problemet e tyre. Siç e dim, ai njihej Luqmani I urtë apo Luqman Hakimi. Për urtësinë e tij dhe porositë që ai I përcolli djalit të tij, na flet edhe Allahu Gjalla Xhelaluhu në Kur'anin e Kerim, madje në Kur'an është një sure që e ka emrin Suratul Luqman. Allahu Gjalla Shanuhu deshti që urtësitë e tij të lexoheshin dhe të mësoheshin nga të gjithë njerëzit deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Kurani përmend Luqmanin në mënyrë të drejtë për drejtë në surën Luqman, ku Allahu thot: ne I dham Luqmanit urtësi apo hikme. Kapitulli Luqman, ajeti 12. Kurani nuk e quan pejgamber, por njeri të urtë dhe besimtar të devotshëm. A ishte Luqmani pejgamber? Shumica dërmuese e dietarëve, si Ibn Kathiri, Taberi, Kurtubi e të tjerë, janë të mendimit se Luqmani nuk ishte pejgamber, por ishte rob I devotshëm, një njeri I devotshëm, I urtë dhe I drejtë, të cilit Allahu Gjalla Shanuhu I dha hikme apo I dha urtësi. Një pakic dietarësh kanë menduar se mund të jetë pejgamber, por ky mendim është I dobët dhe pa argumente të forta. Sa I përket prejardhjes së Luqmanit në burimet klasike, përmenden disa mendime. Thuhet se ishte nga Nubia, Afrika e Jugut, Etiopia, ose nga Sudani, mendimi tjetër, ose rob I liruar të Beni Israelit. Përshkruhet si njeri me ngjyrë, I varfër, por me urtësi të thella, çka tregon se vlera tek Allahu nuk lidhet me racën apo me status shoqëror. Luqman Hakimi ka pas ngjarje të shumta, por ne po e sjellim një ngjarje që është shumë interesante, përderisa ai ka pas urtësi nga unë Allahu Gjalla Shanuhu, pra el hikme, atëherë sigurisht se ngjarjet e tina dhe këshillat e tij që ja ka dhënë djalit të tina janë të thella dhe kanë një domethënie shumë të madhe. Thuhet se një ngjarje interesante ka ndodhur mes Luqmanit të urtë, Luqman Hakimit, dhe zotërisë së tij. Ky I fundit, pra zotëria e tij, kishte vënë re mirë urtësitë që I kishte apo I posëdonte Luqmani. Prandaj deshi që ta provonte atë dhe të mësonte nga ai edhe më tepër. Një ditë ai kërkoi prej Luqmanit që ta thërrë një dele
dhe nga mishi i delës t'ja sjell mishin më të mirin. Dhe Lukmani pra e zbatoi urdhrin e të Zotit të tij, e therrë delën dhe solli porosinë që ai e kishte kërkuar. Pjesa më e mirë e mishit sipas Lukmanit të urt ishte zemra dhe gjuha e delës. I Zoti e përsëriti sërish kërkesën, por kësaj here kërkoi nga Lukmani që t'ja bjen mishin më të keq nga mishi i delës. Çudia ishte se Lukmani i urt i solli sërish të njëjtat pjesë të mishit, pra ja solli zemrën edhe gjuhën. I Zoti e pyeti për arsyen e këtij veprimi të Lukmanit a.s. Dhe Lukmani a.s. u përgjigj. Janë këto dy organe të cilat e zbukurojnë njeriun dhe po të njëjtat të cilat e shëmtojnë atë. Nëse zemra dhe gjuha janë të pastërta, atëherë ato e nderojnë edhe të Zotin e tyre. Por nëse zemra dhe gjuha janë të prishta, atëherë atë e shëmtojnë njeriun dhe shëndetin dhe e shkatrojnë shëndetin e tina. Mësimi qëndron tek ajo se Lukmani deshi të përcillte me veprim të tij në mënyrë praktike domethënien e zemrës edhe të gjuhës. Në bazë të kësaj historie ne kuptojmë edhe një herë rëndësinë që merr ruajtja e këtyre dy organeve, pra e zemrës edhe e gjuhës. Pra ato janë amanet për ne nga Zoti i lartëmadhërisëm dhe ne duhet të përpiqemi që të i ruajmë apo të ruajmë ashtu siç duhet këtë amanet. Nga mësimet që nxjerrim nga historia e Lukman Hakimit, ka të shumta, por ne i kemi parapat disa. Falënderimi ndaj Allahut është bazë e urtësisë. Në Kur'an, kapitullin Lukman, ajeti 12 thuhet falëndero Allahun. Dhe mësimi nga kjo është urtësia fillon me mirënjohje ndaj Allahut. Kush falënderon e bën këtë për të mirën e vet. Ndalesa nga shirku, mësimi më i rëndësishëm. Lukman Hakimi e këshillon të birin e tij dhe i thoshte: o biri im, mos i shoqëro Allahut shok. Sepse shirku apo të shoqëruarit shok Allahut është padrejtësia më e madhe. Edukimi fetar duhet të filloj me besimin në Allahun një. Respekti dhe mirësjellja ndaj prindërve. Allahu më njëherë pas të adhuruarit e Allahut vetëm, përmend mirësinë ndaj prindërve. Ji mirënjohës ndaj meje dhe ndaj prindërve të tu. Lukman, ajeti 14. Besimi i vërtet reflektohet në sjelljen ndaj prindërve. Bindja me vetëdije e jo verbërisht. Nëse ata të detyrojnë të më shoqërosh dikë, mos i dëgjo, por sillu mirë me ta. Lukman, ajeti 15. Mësimi nga kjo është se bindja ndaj prindërve ka kufi. Nuk lejohet shkelja e besimit, por ruhet etika. Vetëdija se Allahu sheh çdo gjë. Edhe nëse është sa një kokër mustarde, Allahu e nxjerr në shesh. Lukman, ajeti 16. Ndjenja e mbikëqyrjes hyjnore e formon ndërgjegjen morale. Vendosja e shtyllave të jetës fetare. O biri im, fal namazin, urdhëro për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Mësimin nga kjo është se namazi, përgjegjësia shoqërore dhe durimi janë themel i karakterit të një besimtari. Durimi përballë vështirësive dhe bëhu i durueshëm për atë që të godet.
Mësimin nga kjo është se durimi është pjesë e pjekurisë shoqërore. Modestia në sjellje dhe në të folur. Mos e kthe faqen me mendje madhësi, ec me maturi dhe ule zërin. El-Luqman, ajeti 18 dhe 19. Mësimin nga kjo është besimtari dallohet nga thjeshtësia, edukata dhe përulësia. Nga disa këshilla tjera të cilat ja kishte bërë Luqman Hakimi djalit të tij, e kemi ku i thot: o djali im, s'ka dyshim se edhe nëse ajo vepra peshon sa kokra e lirit, e të jetë e fshehur në raz guri ose në qiej apo në tokë, Allahu do ta sjell atë, se Allahu është i butë dhe hollësisht i informuar. Pastaj i thot djalit tij: djali im, kalova pranë shumë pejgamberëve dhe përfitova për tyre 8 urtësi. Kur të jesh në namaz, ruaje zemrën tënde. Kur të jesh në tubim me njerëz, ruaje gjuhën tënde. Kur të jesh në shtëpinë e tyre, ruaje shikimin tënd. Kur të jesh në ushqim, ruaje stomakun tënd. 2 gjëra mos i përmend kurrë: të keqen që ta bën dikush dhe të mirën që ja bën dikujt. 2 gjëra mos i harro kurrë: Allahun dhe shtëpinë e përhershme ahiretin. Pra, këto ishin disa nga mësimet dhe porositë që Luqman Hakimi i kishte lënë, e thamë edhe në fillim, që pak flitet në histori për të, mirë po Luqman Hakimi ka folur shumë. Ne lutem Allahun xhalla shanuhu që këto porosi, të cilat komplet gjenden në kapitullin Luqman, këto porosi të jenë shembulltyr për ne, të vendosmi në praktikën tonë jetësore, në mënyrë që të jemi më të kompletuar, më të edukuar dhe të fitojmë shtëpinë e përhershme ahiretin, pra Gjennetin Firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.